Këngëtarja e njohur Leonora Jakupi është opinioniste në edicionin më të ri të Big Brother VIP Kosova, i cili startoi të hënën me pritshmërive të larta. Zgjedhja e saj për këtë rol vjen pas një karriere të gjatë dhe të shkëlqyeshme në skenën muzikore, ku ajo është quar për profesionalizëm, karizëm dhe lidhje të fortë me publikun. Në paraqitjen e saj të parë në studio, Leonora u shfaq në formë perfekte, me një stil të kuruar deri në detajin më të vogël. Prenia saj elegante dhe komentet e balancuara krijuan menjëherë reagime pozitive, duke vendosur atë në qendër të vëmendjes. Publiku dhe mediat nuk vonuan të vlerësonin ndryshimin që ajo solli në panelin e opinionistëve. Edhe figurat të njohura të ekranit reaguan në rrjetet sociale. Moderatori Arban Osmani ndau një koment të shkurtër por shumë domethënës. Çfarë ylli është, duke komplimentuar hapur stilin dhe prezencën e Leonorës. Ky reagim u përhap shpejt në rrjet duke shtuar edhe më shumë interesin për rolin e saj të ri në spektakël. Në dukje, Leonora Jakupi ka nisur një kapitull të ri televiziv me shumë premtime.